Dolce dhe Edi shtrihen bashkë në divanin e gjatë të sallonit, në një nga ato mbrëmjet ku banorët duken të shpërndarë dhe secili merret me punët e veta. Ambienti është i qetë, dritat e buta krijojnë një atmosferë relaksuese, dhe kjo i jep mundësinë dyshës të flasin pa ndërprerje. Dolce afrohet pak nga pak, sikur pa e kuptuar as vetë, dhe mbështet krahun pranë tij. Ajo e vështron nga afër, me një buzëqeshje të lehtë që s'mund ta fshej. Edi, i thot ajo me një ton të butë, dikur s'kam menduar që do rria kaq afër teje. Por ja ku jemi. Edi e kthen kokën dhe e sheh drejtë në sy. Ai duket pak i habitur, por jo i pakëndshëm. Madje, për një moment. Ai duket i ngrohur nga fjala e saj, po pse? E pyet ai me gjysmë buzëqeshje. S'jam aq i frikshëm, apo jo? Dolce qesh ngadalë dhe shtyn pak shpatullën e tij me dorë, në mënyrë lozonjare. Jo, nuk është kjo. Thjesht. Njerëzit këtu janë të vështirë për t'u kuptuar. Ti më duket sikur ke një anë tjetër që nuk e tregon shpesh. Edi ul syt për një çast, pastaj ja kthen, edhe ti si aq e mbyllur sa dukes. Kur rri afër teje, më duket sikur mund të flas më hapur. Dolce e lë kokën të bjerë paksa në anën e tij, aq sa ai ndjen aromën e saj të lehtë. Ajo bën një gjest të vogël, duke rregulluar batanien dhe afruar më shumë hapësirën mes tyre. Banorët e tjerë nisin të hedhin syt nga larg, të habitur me afërsinë e re që po krijohet. Disa madje nisin të pëshpërisin mes tyre, por Edi dhe Dolce duket sikur nuk e vënë re fare. Po flasim kaq mirë, i thot Dolce me zë të ulët, sikur të njihja prej kohësh. Më bën të ndihem komode. Edi qesh dhe për herë të parë duket vërtet i relaksuar. Komod është mirë. Sidomos këtu brenda, ku s'di kush të vjen kundër e kush të rri pranë. Dolce rri për disa sekonda në heshtje, pastaj i afrohet edhe më shumë, duke vendosur krahun mbi të tijin. El, me ty nuk kam ndjesinë që duhet të mbrohem, thot ajo me një sinqeritet që nuk e tregon shpesh në lojë.